Sot kemi hënën e plotë në shenjën e akrepit në gradën 22 dhe kjo hënë e plotë e majit 2025 është në një aspekt të vështirë me Jupiterin, që është e vërteta, sepse Jupiteri ndodhet te binjakët, hëna e plotë ndodhet në akrep dhe janë dy shenjë që nuk funksionojnë shumë bukur bashk. Dhe kuptimi shpirtëror i kësaj hëne të plot është përdorimi i entuziazmit, imagjinatës dhe intuitës për të shpresuar për diçka më të mirë, për të përmirësuar jetën tuaj dhe gjithashtu për të gjetur të vërtetën. Megjithatë, hëna e plotë e majit mund të shkaktojë pasiguri, mund të shkaktojë mashtrim, pavendosmëri, imoralitet, dhe çelësi i suksesit është përqendrimi në një qëllim të vetëm, me optimizëm, me mendje të hapur, si dhe me ndershmëri. Hëna e plotë e majit sjell entuziazëm, sjell optimizëm, por edhe pritje, të bën të shpresosh për diçka më të madhe, më të bukur edhe më të mirë, qoftë për një qëllim personal apo për një botë më të drejtë dhe më të ndershme. Megjithatë mund që t'i bëni gjërat që të funksionojnë me fuqinë e imagjinatës suaj. Edhe pse është një aspekt të vështirë me Jupiterin, mund të ribalancojë gjithashtu karmën tuaj dhe fati mund t'ju shpërblej për bujarinë tuaj të mëparshme me një situatë apo me një person të caktuar, apo mund t'ju ofrojë mundësi për të shlyer gabimet e së shkuarës apo ato keqbërjet e mëparshme, si thua.